Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët edhe një herë në një video time të ri. Do t'ju tregoj se si e përgatis une pasulin ose grushen me mish të viçit. Si jeni i ri në kanalin tim, më suporto me një subscribe, një like dhe një koment. Ju faleminderit. Për fillim, në një tenxhere do t'hedhi 2 litra me ujë. 300 gram me fasul, unë e kam larë. Gjithashtu kam shtu edhe 300 gram me mish të viçit. 10 gram me veget. 100 ml me vaj. Edhe një qep të madhe të prerë në gjys. Pasulin e kam zirë rreth 1 orë. Nga njëherë i shtojmë edhe ujë, pasi që uji do të shtiret. Pas 1 ore, pasulin e kemi gati, është zirë shumë mirë. Ne do të vazhdojmë t'ja përgatisim me hanën. Në një fërtere do të hedhi rreth 300 ml me vaj. Në vajin e nxehur do ta hedhi edhe një gjysmë qepe të grirë. Vazhdojmë t'i hedhim edhe 3 lugë me miell. Miellin do ta skuqim derisa të marrë një ngjyrë të artë. Pasi kemi skuqur mirë miellin, do të vazhdojmë t'ja hedhim 2 lugë gjelle me biber të kuq. Hanën e përgatitur vazhdojmë t'ja shtojmë pasulit. Me të vërtet, kjo gjellë bëhet shumë e shishme. Mund ta shoqëroni me ndonjë sallatë ose me ndonjë spec turshi. Dhe pasulin e kemi gati. Është bërë shumë i mirë. Ju faleminderoj shumë për çdo shikim dhe për çdo pëlqim të recetave të mia. Deri në recetën e radhës, mirupafshim. Ju faleminderit.